Vajza që shihni në foto është Ermela, 27 vjeçaria shqiptare e cila u gjet pa shenja jete në rajonin Molise, e lidhur pas një peme. Ngjarja horror ka tronditur komunitetin shqiptar në Itali, ndërsa ende mbetet mister shkaku i vdekjes së saj. E reja, e cila ishte nëna një djali 7 vjeçar, ishte shpallur e zhdukur nga ish bashkëshorti, i cili nisi ta kërkonte pasi nuk po arrinte ta kontaktonte. Ishte pikërisht ai që e gjeti trupin dhe njoftoi menjëherë autoritetet dhe shërbimet mjekësore, por për fat të keq ishte tepër vonë. Ermela ishte një emër i njohur në komunitetin lokal, ku punonte pranë një qendre për emigrantët dhe njihej për përkushtimin e saj si nën. Djali i saj, sipas të afërmve dhe fshinjve, ishte gjithçka për të. Hetimet për këtë ngjarje të rëndë vijojnë, ndërsa autoritetet italiane po presin rezultatet e autopsisë për të zbardhur rrethanat e sakta të vdekjes.